Nëse ka një gjë për të cilën Izraeli mund të mburret në konfliktin me Iranin, është se veproi mbi bazën e informacionit të brendshëm. Më shumë se 30 bomba anti-bunker ranë mbi ndërtesën ku udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, po takoi me zyrtar të lartë, por asnjëra prej tyre nuk ishte aksidentale. Izraelitët kishin informacion të saktë se kur po fillonte takimi, për çfarë bëhej fjalë, kush ishte i pranishëm, ku ishin ulur të gjithë dhe ku në cilën dhomë ishte ulur Khamenei. Treguesi asaj se sa thellë shërbimi sekret izraelit Mossad e ka gërryer shtetin iranian, ishte se informacioni vinte nga një person me besim absolut tek Khamenei, i cili ishte fjalë për fjalë në krah të tij. Informacioni ishte aq i brendshëm sa që agenti i rekrutuar nga Mossadi e informoi fillimisht vet Benjamin Netanyahun, duke dërguar një video në celularin e tij për zbulimin e trupit të Khameneit, duke treguar unazën karakteristike në dorën e tij, dhe më pas një foto të qartë të fytyrës të udhëheqësit suprem të vdekur të Iranit. Kjo shpjegon faktin se Izraeli raportoi se Khamenei ishte i vdekur, ndërsa autoritetet iraniane e mohuan atë. Në fakt, Netanyahu e dinte që Khamenei kishte vdekur para bashkëpunëtorëve dhe zyrtarëve më të ngushtë të udhëheqësit iranian. Ishte Netanyahu ai që i dërgoi Trumpit disa orë më vonë dhe pasi Mossadi kishte verifikuar dhe konfirmuar nga burime të tjera vërtetësinë e asaj që dërgoi agenti i tij, foton e Khameneit të vdekur, në mënyrë që presidenti amerikan të mund të bënte deklaratën përkatëse nëpërmjet Truth Social. Sipas disave, agenti i Mossadit që i dha shenjën Khameneit dha një listë të plotë të detajeve të pranishmëve, por gjithashtu mori një mostër ADN-je nga trupi i tij. E vërteta është se në secilin prej operacioneve të tij, Mossadi duket se i arrin qëllimet e tij në mënyra që i bëjnë edhe skenaristët me më imagjinat të librave dhe filmave me spiun të duken steril në mendim. Kjo është ajo që bëri ai, për shembull, duke ngritur një rrjet të tërë në Europë që arriti të depërtonte në zinxhirin e furnizimit të pagerave të përdorur nga Hezbollahu për të shmangur spionazhin nëpërmjet telefonave celular, duke mbjellë eksploziv në bateritë e tyre. Në një moment të papritur, ai shpërtheu ato, duke ekzekutuar, verbuar ose gjumtuar ose edhe kastruar mira operativ të Hezbollahut, pasi mesazhi që ai dërgoi për shpërthimin kishte një kohë pritjeje të 7 sekondash, në mënyrë që viktima ta nxirrte pajisjen nga xhepi dhe ta çonte para syve për ta lexuar. Autoritetet izraelite zbuluan se para sulmeve me raketa dhe bombardimeve, Mossadi kishte paraprirë, duke kryer një sër operacionesh sekrete. Në disa raste, sipas burimeve, objektivat ishin shënuar, siç ishin instalimet e raketave. Në të tjera, u zhvillua teknologji e përparuar që verboi sistemet e mbrojtjes ajrore të Iranit, ndërsa në disa raste, bazat për dronat sulmues u ngritën rreth Tehranit, në mënyrë që të mos duhej të pushtonin hapësirën ajrore iraniane dhe rreth vendeve të zhvillimit të raketave iraniane, në mënyrë që të mund të interceptoheshin nga territori iranian. Më shumë mundësi, në këtë rast, u ndoq metoda e njohur nga Ukraina dhe Rusia, e dërgimit të kamionëve dhe anijeve që supozoi se transportonin mallra, por në fakt transportonin drona sulmues. A është agenti një general? Konsiderohet e sigurt se imazhi i Khameneit të vdekur nuk ju dërgua Netanyahut nga një dron izraelit, por nga një agent i rekrutuar nga Mossadi. Kush ishte? Thashethemet janë shumëta, të bazuara jo në informacion, por në rastësi të repetuara, që tregojnë se mund të jetë generali i gardës revolucionare dhe komandanti i Forcës Quds, Ismail Qani. Ai është ai që ndasi Sulejmanin pas vdekjes së tij dhe gëzonte besim absolut të Khameneit. Sigurisht që kur generali iranian u emërua, ai është kursyer aksidentalisht nga operacionet e Mossadit. Ai e bëri këtë edhe ditën kur, si një dërguar iranian, po jepte Hezbollahut njohurit për të përballur me IDF-n. Sigurisht, atë ditë kur dikush bëri një shtrëngim duarsh që lyeu me një substancë në dorën e udhëheqësit Hezbollahut, Nasrallah, dhe e shndëroi atë në një transmetues, ai u kurseu. Në vend të asaj, Nasrallah u vra, ashtu si edhe pasardhësi i tij në krye të Hezbollahut, Safjedini, në një sulm me precizion djallëzor të izraelitëve. Qani u konsiderua i vdekur për ditë, pasi thuhet se shpëtoi me një diferencë të ngushtë. Qani thuhet se u konsiderua si dyshuar në Teheran dhe u mor në pyetje, që përfundoi kur Qani u rrëzua dhe u dërgua në spital me simptoma të një ataku në zemër. Pasi Qani bëri një spastrim të kundërshtarëve të tij në radhët e gardës revolucionare, ai u bë përsëri temë diskutimi. Thuhet se në korrik të 2024-s, ai vizitoi Ismail Haniyehen, në një vend shumë sekret në Teheranin qendror.
Pak më vonë, izraelitët e hodhën në erë vendin e fshehjes të Hanijes. Kani shpëtoi për një kohë të shkurtër. Përsëri rastësisht, thuhet se u mbjetoi sulmeve izraelite gjatë luftës 12 ditore, gjatë të cilës u vra një pjesë e madhe e udhëheqësit militar të Iranit. Dhe tani, ai mungonte, ose ja po kishte dal nga zyra e Kameneit, kur izraelitët goditën me 30 bomba precizioni, duke i vrarë të gjithë. Logjikisht, personi që do të guxonte të merrte telefonin e tij celular dhe të bënte një foto të trupit të udhëheqësit suprem në rënoja, mund të ishte vetë një oficer militar iranian. Kani ishte ai që u ngrit për të ikur, duke u shtirur sikur e kishte lënë furrën ndezur në shtëpi, komentojnë me shaka përdoruesit e X, duke ritreguar shakan ironike që po dëgjohen këto ditë nga iranianët anti-regjim. Në qeverinë e ardhshme, do t'jetë qesharake që udhëheqësi suprem do të pretendojë se nuk është agent i Mossadit, sepse nuk do t'imagjinojë se ministrat dhe generalet e tij do të luajnë të njëjtat role, pasi edhe ata janë agent të Mossadit, por nuk dyshojnë te ai. Një llogari në X ishte e lidhur me Mossadin, ka postuar një koment me 6 fjalë iraniane që thoshte se Kani nuk është agent i IN. Mossadi mohon se është Mossadi, tallen përdorues të tjerë. Kështu justifikohen antarët e shërbimeve sekrete të Izraelit pasi kanë folur me gazetar amerikan, që i dërguan një mesazh të gjithë boshtit të keqes. Ne jemi skenaristët, regjizorët, producentët dhe protagonistët, dhe skena jon është i gjithë planeti.